përmendim Krishtlindjet, gjithmonë na shkon mendja tek dhuratat, te babagjyshi i vitit të ri, tek pema e Krishtlindjeve, pra është nga periodat më të bukura të vitit. Por në fakt, për një familje në veçantë, ajo ditë do të ktheheshte një makt të vërtetë. Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si gjithmonë do të jem këtu me ju për t'ju treguar një histori të vërtet krimi. Nëse jeni të apasionuar pa historive true crime ose misterioze si puna ime, atëherë ju rekomandoj që të bëni një subscribe për të qenë gjithmonë të azhurnuar me videot e reja. Ju kujtoj që qëllimi i kanali është informativ dhe jo gjykues ndaj personave që marrin pjesë në këtë histori. Gjithçka fillon më 24 dhjetor të vitit 2008 në prag të Krishtlindjes dhe ndodhemi në qytetin Covina në Kalifornia. Në një vend të qetë jeton familja Ortega, një nga ato familje tipike amerikane siç i shohim nëpër filma. Siç ju thash, është mbrëmje e Krishtlindjes dhe që të gjithë janë mbledhur së bashku për të festuar. Familja Ortega është një familje e madhe, prandaj në atë shtëpi ishin 20 persona. Shumica e të rriturve ndodheshin në dhomën e ndënjes, po argëtoheshin, po bisedonin, disa po luanin poker, ndërsa për sa i përket fëmijëve, ato disa ndodheshin në obor, disa ndodheshin pas shtëpisë dhe pjesa tjetër e fëmijëve ishin kudo nëpër 4 cepat e shtëpisë. Pra një farë mënyre ndiheshte festa e Krishtlindjeve. Por si gjithmonë kur argëtohesh nuk e kupton kohën që ka kaluar dhe në këtë pikë ora shënonte 11:30 e mbrëmjes dhe shumica e prindërve ishin dakord me njëri tjetrin që tashmë ishte shumë vonë, duhet të ktheheshin nëpër shtëpitë e tyre sepse fëmijët ishin jashtëzakonisht të vegjël dhe duhet të vinin në gjumë. Por përpara se mbrëmja të mbaronte përfundimisht, dikush do të vinte në shtëpinë Ortega. Një nga vajzat e vogla të pranishme në shtëpi, e cila quhej Katrina, një moment hedh syt nga dritarja dhe vëren që dikush po afrohet drejt shtëpisë. Ajo vështon me kujdes, por nuk u beson syve të saj. Është një burrë i veshur me të kuqe, me mjekër të bardhë dhe në dorë ka një pako të madhe dhuratash. Vajza është e sigurt për atë që po sheh. Është vetë babagjyshi. Vajza fillon menjëherë të thrasë prindit e saj dhe nxiton për të hapur derën, pasi babagjyshi kishte ardhur në shtëpinë e saj dhe ishte jashtëzakonisht e lumtur. Dhe siç e dim, është ëndra e çdo fëmije të shikojë babagjyshin. Por kur hapi derën, pa që babagjyshi në dorë kishte një armë të madhe. Kështu që babagjyshi i drejton armën voglushes dhe qëllon menjëherë. Në të qindën e sekondës, magjia e Krishtlindjes tashmë ishte kthyer në tragjedi. Kriminali i veshur si babagjysh qëllon vajzën, plagos vajzën, por nuk e vet. Megjithatë, pas kësaj futet në shtëpi dhe fillon që të shtyjë mbi gjithë personat që ndodheshin aty, pa asnjë lloj dallimi. Vendi që disa sekonda më përpara ishte një vend magjik, tashmë ishte shndërruar një masakër të vërtetë. Shumë persona humbën jetën, disa të tjerë u përpoqën të largoheshin, disa të tjerë u fshehen pas tavolinës. Në fakt, vrasësi, pasi mbaroi masakrën e tij në dhomën e ndenjes, drejtohet për në katin e dytë për të vrarë çdo person të mundshëm që ndodheshte aty. Por një farë mënyre ajo që nuk dinte ishte se të gjithë fëmijët që ndodheshin në pjesën e pasme të shtëpisë, që ndodheshin në borë, që ndodheshin në pishinë, ja dolën të largoheshin dhe ishin të vetmit të mbijetuarit dhe numri i viktimave në atë shtëpi ishte plot 9 persona. Në këtë pikë, babagjyshi i vrasës, pasi ishte shumë i sigurt që në atë shtëpi nuk kishte mbetur më asnjë njeri gjallë, menjëherë shpaketon dhuratën që kishte marrë me vete dhe një farë mënyre nxjerr një flak hedhëse të cilën e kishte ndërtuar vet. Pastaj fillon të vë flakën çdo gjëje dhe më pas shpërthen një zjarr i madh që shkatërron plotësisht atë shtëpi që dikur kishte qenë aq e bukur. Flakët ngrihen shumë lart dhe trupat që kishin mbetur në shtëpi karbonizohen. Edhe ai vet, babagjyshi i çmendur, digjet nga flakët, por me sa duket nuk i kushton shumë rëndësi. Megjithatë, ai duhet të përfundojë atë që kishte nisur. Lë armën në vend, del nga shtëpia që digjet, hyp në makinën pa ndezur drita dhe largohet me një shpejtësi të paparë. Kishte ndodhur ajo që të mbajë mend si masakra e Krishtlindjes në Covina. Një mbijetuar e familjes Ortega vrapon menjëherë në shtëpinë një fëmijë të saj për të kërkuar ndihmë, pra për të marrë në telefon policinë. Por kur mbërrin atje, gjaf fëmijës saj po fliste me policinë dhe zjarrfiksit, sepse në një farë mënyre të gjithë fëmijët rreth rrotullt kishin dëgjuar krismat dhe kishin parë ato flak të mëdha që dilnin nga zgjeja, që shfaqeshin nga zgjeja dhe në prag të Krishtlindjes. Zjarrfiksit mbërritën dhe menjëherë shuan zjarrin, kur më në fund gjithçka u shua, u zbuluan trupat e karbonizuar në mes të rrënojave. Ishte i qartë që çfarëdo që donte ai babagjysh, synimi i tij
ishte që nga ajo shtëpi të mos mbetej asgjë. Pas dëshmive të marra u kuptua që ai person ishte larguar me makinën e tij Dodge blu. Por në këtë pikë në lagje plas paniku i madh, sepse gjithë mendonin që ky babagjysh do të godiste përsëri, sepse tashmë i kishte marrë jetën gjatë 9 personave dhe i kishte vënë zjarrin një shtëpie dhe ç'i kushtonte atij ta përsëriste përsëri këtë gjë dhe personat ishin të tmerruar. Dhe në këtë pikë policia nxjerr një urdhër arresti për makinën e këtij personi, sepse nuk kishin një pamje, pra le të themi nuk kishin një portret se si dukeshte ky babagjysh. Më pas u kontrollua shtëpia e djegur. Ekipi shkencor mori trupat dhe fal kartelave të tyre mjekësore dhe identifikimit të dhëmbëve u konfirmua se të gjitha viktimat i përkisin familjes Ortega. Në vendngjarje u gjet edhe një pistolet 9 mm dhe nga analizat u mësua se pothuajse çdo trup kishte të paktën një plak nga ajo armë. Imagjinoni që 2 viktima që ndodheshin në atë shtëpi kishin vdekur nga flakët e atij zjarri të madh dhe të gjithë personat që vdiqën atë natë ishin prindër të atyre fëmijëve që shpëtuan, por duhet thënë që fëmijët atë mbrëmje morën dhuratën më të keqe që dikush mund të marrë për Krishtlindje. Vetëm disa orë pas asaj masakre, policia merr një tjetër telefonat merruse. Një burr i cili ishte kthyer në shtëpinë e tij kishte gjetur vëllain e tij pa shenja jete të shtrirë një pellk me gjak. Viktima e re identifikohet menjëherë, quheshte Bruce Pardo dhe ka vdekur nga një shtërë me armë zjarri, pikërisht nga një pistolet 9 mm. Pra ishte një farë mënyre e njëjta pistolet që ishte përdorur në masakrën e familjes Ortega. Agjentët shikojnë rreth rrotull shtëpisë së tij dhe gjejnë një makinë Dodge blu dhe çuditërisht ishte makina që po kërkonin, pra makina e atij babagjyshit të çmendur. Dhe një detaj akoma më shumë interesant ishte fakti që brenda në makinë u gjet një veshje e një babagjyshi. Pra, një farë mënyre, edhe pse i vdekur, Bruce tashmë ishte i dyshuari kryesor. Megjithatë, për larguar çdo dyshim të mundshëm, policia bëri hetimet e saj dhe në përfundim doli që Bruce Pardo ishte i afërm i familjes Ortega. Një grua e cila quheshte Silvia ishte ish bashortja e Bruce. Pra, në këtë pikë Bruce i bie që ka vrarë gjithë pjesëtarët e familjes Ortega dhe në fund ka vrarë dhe veten e tij në shtëpinë e vëllait të tij. Por pse? Por për të kuptuar këtë gjë duhet flasim më shumë për këtë person. Pra, në të vërtetë, kush ishte Bruce Pardo? Bruce Jeffrey Pardo u rrit në San Fernando Valley dhe u diplomua në John Francis Polytechnic High School në Los Angeles. Më pas merr një punë si inxhinier në software në një qendër kërkimore të quajtur Jet Propulsion në qytetin Kanada. Në të kaluar, ajo qendër punonte me raketa lufte, por më vonë filloi të punonte për NASA-n. Pra, puna e tij në një farë mënyre ishte padyshim shumë e rëndësishme. Bruce nga ana tjetër është një person shumë inteligjent dhe me gjetjen e kësaj pune në një farë mënyre stabilizon jetën e tij, ka të ardhura jashtëzakonisht shumë të mira. Por për sa i përket jetës sentimentale, jetës private, nuk është se po i heste jashtëzakonisht shumë mirë, sepse në atë periudhë ai fejohet me një grua, por fatkeqësisht e braktis atë në altar dhe nuk dihen arsyet sepse. Por në mes të këtij kaosi kaq të madh, ai vendos që të ketë një marrëdhënie tjetër në vitin 2001 me një grua e cila quheshte Elena. Por në fakt marrëdhënia e tyre ishte paksa e çuditshme, sepse shpeshherë takoheshin, shpeshherë nuk takoheshin, shpeshherë duheshin, shpeshherë ziheshin, por një gjë ishte e sigurt. Ato flinin së bashku dhe në këtë intimitet të vogël që kishin nga intimiteti i tyre, pra erdhi në jetë një djalë i vogël. Por fatkeqësisht vetëm pak kohë më vonë do të ndodhte një tragjedi tjetër. Një ditë Bruce vendos që të shkojë në shtëpinë e partneres së tij vetëm për të kaluar disa kohë me fëmijën e tij. Kështu që nga kjo gjë Elena përfiton pra që të shkojë që të mbarojë disa punë që kishte lënë pezull dhe lë fëmijën e saj me Bruce, që Bruce ishte babai dhe vetmja detyrë që kishte Bruce ishte të kujdesteshe për fëmijën, pra një gjë që gjithë prindrit e bëjnë. Por, kur kthehet Elena, shikon fëmijën në krahët e Bruce, i cili ishte i mpir komplet dhe nuk lëvizte fare. Ajo të tmerruar pyet Bruce se çfarë ka ndodhur fëmijës. Dhe përgjigjja që i jep Bruce ishte se fëmia tashmë kishte ikur dhe ishte lënduar në pishinë. Ajo fillon që të bërtasi e tmerruar duke thënë që çfarë do të thotë kjo gjë, si është i lënduar në pishinë, çfarë ka ndodhur në të vërtetë. Kështu që ajo merr fëmijën menjëherë dhe shkon menjëherë në spital dhe fëmia futet në terapi intensive. Por më pas i japi një lajm të trisht.
fëmia kishte pësuar një goditje në tru dhe nuk mund të ecte më kurrë. Bruce qëndron për pak kohë në spital me fëmijën, por me kalimin e ditëve shfaqet gjithnjë e më rrallë. Fillon të mos kujdeset më për të, zhduket dal nga jeta e tyre dhe nuk kontribuon as në shpenzimet mjekësore të djalit të tij. Por për Elenën kjo gjë ishte e papranueshme dhe vendos që të denoncojë burrin e saj. Dhe në vitin 2002, Bruce detyrohej që të paguajë të gjitha detyrimet që kishte mbi djalin e tij. Dhe ky ishte momenti ku zhduket një herë e përgjithmonë nga jeta e tyre. Siç e keni kuptuar deri më tashmë, Bruce ishte një person shumë i çuditshëm. Ishte një person që nuk pëlqente të merrte përgjegjësi. Ishte një person që kur gjërat vështirësoheshin, ai thjesht zhdukeshte nga hiçi. Imagjinoni që nuk i tregonte askujt, pra nuk i tregoi askujt as për ish-bashortën e tij, as për faktin që kishte lënë një grua tjetër në altar, as për faktin që djali i tij tashmë ishte një fëmijë me aftësi të kufizuara. Por për pjesën tjetër të botës, pra për personat që nuk e njihnin se cili ishte Bruce në të vërtetë, ishte personi i përkryer. Ai vazhdon jetën e tij si beqar dhe për 2 vite të tjera, por në mes të këtij kaosi ai bën një takim aq të rëndësishëm saqë do të ndryshonte komplet jetën. Në vitin 2004, Bruce njihet me Sylvia Ortegën, ku kjo e fundit do të bëhet bashortja e tij dhe fatkeqësisht dhe viktima e tij e parë. Me sa duket, Bruce dhe Sylvia shkojnë jashtëzakonisht shumë mirë me njëri tjetrin dhe pëlqehen vërtet. Por nga ana tjetër, Bruce nuk i tregon Sylvias për të kaluarin e tij, për faktin që ka pasur një grua tjetër, për faktin që ka një fëmijë me aftësi të kufizuara. Por për të gjithave në vitin 2006 ato të dy martohen, por vetëm një vit pas martesës fillojnë të dalin problemet të vërteta, sepse Sylvia zbulon të shkuarën e Bruce, zbulon faktin që ka pasur një familje tjetër, zbulon faktin që ai ka qenë një frikacak duke i braktisur ato në ato lloj gjendje të rënduar. Dhe nga ana tjetër mendon që edhe atë do ta braktisi ashtu siç ka braktisur Elenën. Por një gjë tjetër që nuk dini rreth Bruce është faktin që Bruce ishte një person që pëlqente jashtëzakonisht shumë paran. Ishte i jetur për para, fliste gjatë kohës për para, donte që të kishte sa më shumë para që ishte e mundur. Ky ishte momenti kur Sylvia zbulon të kaluarën e tij, sepse në një farë mënyre Bruce kërkonte që të merrte para nga shteti për faktin që kishte një fëmijë me aftësi të kufizuara. Pra, nga një anë edhe nuk kujdeseshte para të fëmijë, edhe nuk e shitte kurrë atë fëmijë, dhe nga ana tjetër donte që të kishte përfitime ekonomike. Dhe Sylvia në këtë pikë u zemërua jashtëzakonisht shumë, sepse kuptoi që ishte martuar me një burr lakmitar që mendonte vetëm për veten e tij, nuk donte t'ia dinte para asnjëri tjetër dhe në një farë mënyre kur shpenzimet e familjes së tij bëheshin jashtëzakonisht shumë të mëdha ose dilin jashtë pritshmërive të tij, ai thjesht zhdukte, ikte pa lënë gjurmë, sikur nuk kishte ekzistuar kurrë. Në këtë pikë të historisë që jemi, duhet thënë që ndodh diçka shumë e pabesueshme. Fatkeqësisht Bruce thyen gjurin dhe për faktin që ka thyer gjurin, ai nuk mund të punojë më dhe fillon që të punojë nga shtëpia. Por duhet dini që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shërbimet mjekësore janë jashtëzakonisht shumë të shtrenjta dhe ndonjëherë sigurimet që paguajnë personat nuk i mbulojnë këtë gjëra. Në këtë pikë Bruce kishte probleme të mëdha financiare, probleme të mëdha ekonomike dhe kjo gjë ndikoi shumë në gjendjen psikike të tij. Por përveç kësaj ju bashkangjit dhe divorci i Sylvias, për faktin se në vitin 2008 Sylvia u divorcua nga Bruce, por nga ana tjetër gjykatësi vendosi që Bruce duhet të paguante $1.785.000 për mirëmbajtjen e fëmijëve. Pra, në farë mënyre, problemet financiare që kishte, bashkuar me divorcin e Sylvias, e rrëzojnë atë për tokë. Por duhet thënë që nga divorci i Sylvias kuptohet në farë mënyre se kush ishte Bruce në të vërtetë. Por diçka tjetër që ndodh ishte fakti që pushohet nga puna dhe në fakt pushimi nga puna ishte goditja e tij përfundimtare dhe që nga ky moment e tutje ai tashmë nuk ka asgjë. Të gjitha këto i shkaktojnë Bruce një ndjenjë të jashtëzakonshme pa fuqie dhe zemërimi. Fillon të ndërtojë mendime gjithnjë më të errta dhe shkon deri aty sa blen 4 armë zjarri. Në vend që të përpiqet të rregullonte jetën e tij apo të bënte një analizë të vetvetes për të kuptuar se çfarë nuk shkonte, ai fajsonte vetëm ish-gruan e tij. Mendonte seriozisht se ishte faji i saj që humbi punën, që nuk ka më para dhe se jeta e tij ka marrë fund dhe fillon që ta urrej me gjithë forcën e tij. Kjo ishte arsyeja që Bruce hartoi atë planin e tmerrshëm që të eliminonte familjen Ortega, sepse mendonte që për fajt të tyre ai humbi gjithçka. Por nga ana tjetër policët nuk kuptonin faktin që
pse i ka dhënë fund jetës së tij në shtëpinë e vëllait të tij. Rezulton se në atë zonë jetonte dhe avokati i Silvias dhe Bruce kishte vendosur që të vriste dhe avokatin e Silvias, pra një farë mënyrë që në botë të mos ngelte më asgjë që kishte të bënte me Silvian. Por në fakt, gjatë asaj masakre që ndodhi, gjatë asaj tragjedie që ndodhi, ai ishte djegur nga zjarri që ai vetë kishte shkaktuar për shkak që kishte veshur kostumin e babagjyshit të vitit të ri. Dhe vendosi që në vend se të shkonte të vriste avokatin e Silvias, vendosi që të shkonte në shtëpinë e vëllait të tij. Por duke mos gjetur vëllain e tij në shtëpi, u ndal për një çast. U ndal për një çast për të menduar që ndoshta ajo që kishte bërë ishte e gabuar, ndoshta ishte penduar për veprimin që kishte bërë, ose kishte menduar që kishte lënë shumë prova në vendngjarje dhe për këtë arsye i dha fund jetës. Por në fakt ndodhi diçka e veçantë. Në momentin që polici merr kostumin e babagjyshit të vitit të ri që ndodheshte në makinë për ta ekzaminuar, makina shpërthen në moment. Imagjinoni që Bruce kishte planifikuar çdo gjë. Ai kishte vendosur një bombë në makinë që në momentin që dikush do t'i afrohet, makina do të shpërthente. Pra, kishte menduar dhe kishte planifikuar çdo detaj të vogël të planit të tij makabër. Kur hetuesit gjejnë makinën e dytë, brenda në makinë gjejnë ushqime, municione, armë, një hartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe thuhet që Bruce kishte prerë një bilet për në Meksik. Por duhet dim që plani i Bruce, le të themi, nuk shkoi ashtu siç duhet, sepse në një farë mënyre nuk i vrau dot gjithë pjesëtarët e familjes Ortega, në një farë mënyre nuk u arratis në Meksik dhe në një farë mënyre ai u doq dhe në fund të fundit vrau dhe veten. Në fund të fundit nuk pati asgjysh sepse autori i vërtet i krimit tashmë kishte vdekur dhe hetuesit arritën të zbërthenin ngjarjen vetëm fal dëshmive të personave që kishin mbijetuar atë natë. Në këtë pikë të historisë, unë ju përshëndes dhe ne do shihemi në videon radhës. Dhe atëherë, ciao ciao!